nuk intereson, sepse s'ka me qa meret pastaj, as Miri, as Jueli, as Miri vet, as Rogerti. Selin e dashur, u sjarum shumë bukur, sepse ky fjalimi që ti bën monolog me veten tënde, që ky s'ka nevojë të sqarohet, se ky nuk do sqarohet, se nuk i intereson sqarohet. Si jeti të tu i vetë pik se këtu po flet si lojtare në lojë. Si lojtare në lojë, vesh mua në intimitim, ti nuk e bën dot kurrë. Miru pasim Selin, çka ke marr? Shpjegim mere, çka kam shpjeguar për të gjithë lojën 81 ditë. Ta dëgjoni të gjithë. E keni marr? Unë jam tu dhe vazhdoj lojën time dhe Bravo, ata për një pyetje tjetër fundit, edhe një fundit, të lutem, e fundit. Cila është karta e radhës, se jam kurioze. Cila është karta e radhës, cila është karta e radhës, se jam shumë kurioze. Ku unë jam përballë te, ti për komentet e tuja me kamerën. Absolutisht, unë komentet jam me kamerën. Po mirë, nuk jam ti unë, nuk flas me kamera tu, nuk flas se njëri që kam përballë. Cila është karta jote e radhës? Ti bën pyetje, unë jam përgjigje, ti dërgoh, unë jam aty, ti flet me kamerën. Nuk jep asnjë përgjigje konkrete. Kjo është sqarimi. Ti jep sqarim pa përgjigje konkrete. Unë po pres të di cila është karta e radhës. O zot, jam shumë keq. Jam pa qef. Jam shumë me këto sikletet e gocave. Me cikël. A e pranoj Selin që janë kon ironike? Si? Tha, nëse të mija të